Befasia e fund vitit, Nora dhe Roberti bashk, jo vetëm për emision. Ajo që nisi si një ftesë për të qenë bashkë në studio, është ndëruar në lajmin më të bujshëm të këtij sezoni, duke thyer çdo parashikim të ndjekësve dhe duke nxitur një debat të madh në rrjetet sociale. Në emisionin Robi plakut kur do vet, pam një anë që rrallëherë shfaqet pasindarje në botën e showbizit. Një maturi dhe sportivitet admirues. Roberti nuk i kurseu vlerësimet, duke e quajtur Norën si artistën më të kompletuar të skenës shqiptare dhe duke e pritur me një puthje në dorë. Kimia mes tyre ishte e dukshme, e mbushur me humor dhe momente ku e kaluara u trajtua me shumë humor. Një nga pikat kulminante ishte edhe dhurimi një unaze diamanti nga Roberti, një gest simbolik falënderimi për rritjen e vajzës së tyre Reni, që dëshmoi se pavarësisht gjithçkaje, respekti mes tyre mbetet i lartë. Por ndërsa publiku po shënjonte këtë rikthim televiziv, surpriza e vërtet ishte rezervuar për fund. Tashmë është zyrtare. Nora dhe Roberti kanë vendosur të bashkojnë forcat, edhe profesionalisht. Ky nuk është thjesht një takim miqësor para kamerave, por një rikthim i mirëfillt si koleg në skenën muzikore, aty ku të dy kanë ndërtuar karrierat e tyre të suksesshme. Pikërisht atëherë kur menduam se gjithçka u mbyll me një intervistë fan, dolën në dritë planet e tyre për të nisur vitin e ri në shoqërinë e njëri tjetrit në punë. Posterat që po qarkullojnë tashmë konfirmojnë se më datë 2 janar 2026 dyshja do të ngjitet në skenë për një performancë të përbashkët live. Ky hap shënon një ktesë të rëndësishme, duke treguar se përtej historisë personale, ata janë gati të funksionojnë si një power duo në industrinë e muzikës. Ky bashkëpunim po shihet si një lëvizje shumë inteligjente, duke marrë parasysh edhe kërkesën e madhe të publikut për t'i parë sërish bashkë. Duke e nisur vitin 2026, Nora dhe Roberti po dëshmojnë se maturia dhe bashkëpunimi mund të triumfojnë mbi çdo situatë, duke na dhuruar një nga rikthimet më interesante të viteve të fundit. Dhe mos harroni, bëni follow Privipa Libertas Pahiu për të tjera lajme si ky.